Rekomandimet e Këshillit të Investimeve për reformimin e sistemit të pronësisë po marrin formë konkrete përmes një sër masash të ndërmarrë nga Agjencia Shtetërore e Kadastrës. Një ndër rekomandimet kryesore ka qenë ndërtimi një vizioni të konsoliduar dhe bashkëkohor për regjistrimin e pronës, i orientuar drejt mbështetjes së investimeve private, i shoqëruar me një plan veprimi për digitalizimin dhe reduktimin e praktikave korruptive. Në këtë kuadër është miratuar udhërrëfyesi i digitalizimit 2025-2028, që përcakton hapat konkret për transformimin e sistemit kadastral sipas standardeve të Bashkimit Evropian. Një tjetër rekomandim i rëndësishëm lidhet me digitalizimin e plotë të dhënave të pronësisë dhe rritjen e transparencës. Aktualisht, procesi i skanimit të dokumenteve ka përfunduar dhe rreth 80% e kartelave të pasurisë janë digitalizuar, ndërsa shërbimet po kalojnë gradualisht online përmes platformës e-Albania. Këshilli i Investimeve ka rekomanduar gjithashtu krijimin e një linje të shpejtë për biznesin, veçanërisht për sektorin financiar. Ky rekomandim është reflektuar përmes shërbimit FAST, i cili mundëson përpunimin e aplikimeve për dokumente pronësie brenda 24 orëve. Një tjetër pikë kyçe ka qenë për shpejtimi i regjistrimit të pronës shtetërore përmes një liste prioritare. Në zbatim të këtij rekomandimi, janë identifikuar prona prioritare dhe janë përfunduar dy fashat e para me rreth 800 pasuri të regjistruara, ndërsa procesi vijon me fazën e tretë. Po ashtu është rekomanduar lehtësimi i barrës financiare dhe eliminimi i pengesave administrative për pushtetin vendor. Për këtë qëllim janë vendosur tarifa të reduktuara për njësitë e vetëqeverisjes vendore, duke nxitur për shpejtimin e regjistrimit të pronave. Në tërësi, këto masa tregojnë se rekomandimet e Këshillit të Investimeve nuk kanë mbetur vetëm në letër, por po përkthehen në hapa konkret drejt një sistemi më transparent, efikas dhe miqësor për investitorët.